Ndërsa Durrësi ka qenë zyrtarisht sezonin turistik dhe pret mirë e pushues, vendosë të huaj gjatë muajit të verës, pami që vinë nga disa prej plazheve publike në zonën e Shënpjetrit dhe Gjirit të Larzit, tregon një realitet krejt ndryshe nga ai që promovohet nga turistët. Përgjatë vijës së RS në disa segmente të plazheve publike, varen grumi mbeturinash të shpërndara kudo, shishe plastike, kanaçe, ambalazhe ushqimore dhe mbetjet e tjera që janë të pranishme në hapësirat ku pushuesit zgjedhin të kalojnë ditën pranë detit. Pushuesit shprehen të indinjuar nga mungesa e pastrimit dhe kërkojnë ndërhyrje urgjente për largimin e mbeturinave nga hapësirat publike. Publiku nuk vetë do njerëz, se duhet të tërhyjë bashkia, dikush që ta pastroj, ta rregulloj ose ta organizoj punë. Pjesa këtu nuk është pastruar akoma, dhe e kanë pastruar edhe në mëdhënta. Privati ka sistemu, e ka pastru, e ka sistemu mirë. Ndërsa publiku shumë Nuk është. shumë pa pas. E shikon vetë. Më shumë e ka fajnë populli. Më shumë. Pastaj deti ka punën e vetë. Po populli çfarë bën? Sipas tyre është e papranueshme që sezoni turistik të nisë me këto pamje, ndërsa apelojnë për më shumë përgjegjësi institucionale dhe qytetare në mbrojtjen e mjedisit. Në një kohë kur synohet të tërhiqen sa më shumë turistë, pamje të tilla rrezikojnë të dëmtojnë imazhin e Bregdetit shqiptar dhe të dëmtojnë ofertën turistike të zonës.